Kryetari për vrasjen e Vanjas deklaroi se ajo është rrëmbyer gabimisht, sipas tij qëllimi ishte vajza një pronari të një kompanie farmaceutike. Çështja e ligjit të pranitellave bllokoi sërish Komisioni për Politikë Sociale. Imerilie Saliu u caktua të kryesojë seancën e komisionit. Alianca për shqiptarët e drejtuar nga zjadin Sela kërkon dorëheqjen ose shkarkimin e ministrit Limani, ju refuzua viza për NSHBA. Antikorupcioni hapi lëndë për tenderet në Ministrinë për Transformim Digital në bazë të dyshimeve për nepotizëm dhe keqpërdorime. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Dëshmia e sotme në rastin e vrasjes së Vanjës dhe Pançës konfirmoi akuzën e prokurorisë se i dyshuari për vrasjen e dy fishtësh të Lupço Palevski, por nxori në pa një element të ri. Qëllimi nuk ka qenë grabitja e Vanjës, por vajza e një pronari të një kompanie farmaceutike, dhe nëse kjo do të realizohej, bashkëpunëtorët e Palevskit do të fitonin nga 150.000 euro shpërblim. Velibor Manev, që dëshmoi sot në gjykata se babai i Vanjës nuk ka lidhje me rastin, por se inspektorët e policisë kanë detyruar të thotë se Palevski ka komunikuar me babain e Vanjës. Vrasësi i Vanja Gjurqevskas dhe Pançe Zhezhoskit është Lupçe Palevski Palço. Këtë e ka thënë sot në dëshminë e tij njëri prej të akuzuarve, Velibor Manev. Ai në detaje tregoi se si e kanë planifikuar, si e kanë bërë grabitjen, si është bërë vrasja dhe groposja e tyre, ndërsa shtoi se Palço u ka thënë se shpërblimi për bashkëpunëtorët e tij do të ishte nga 150.000 euro. Sipas Manev, Vanja është kidnapuar gabimisht. Qëllimi i grabitjes, siç tha, ka qenë një grua rreth të 40-ave, vajza e pronarit të ndonjë kompanie farmaceutike. Kështu ai shpjegoi se si e kanë bërë grabitjen e Vanjas. Ndërsa në ndërkohë babai i Vanjas dridheshte, filloi të qaj, pas çka seanca u ndërpre për disa minuta, kurse në anën tjetër Palço nuk kishte asnjë reagim, vetëm dëgjonte dhe merrte shënime në fletore. Unë dhe Bora hym në banesë, ishte errësirë, nuk ishte dritë, pritëm, kohë pas kohe, Palço përmes motorolës na tregonte se ajo do të vinte në ora 7:20. Kur ajo po zbriste, Bora e grabiti dhe ja mbylli gojën me ngjitëse dhe e lëshuam nga shkallët të drejtë errësirës. Sipas fotove që na dërgonte Palço, ajo ishte identike, me sa mund të shihnin në errësirë. E lidhem, ja vendosëm thesin për ta vënë në gjumë. Keshi shef e solli veturën para hyrjes së banesës, e hapi bagazhin dhe e vendosëm aty. Kur kanë shkuar në vendin ku dhe janë groposur, tha se kanë parë se nuk është ajo të cilën duhej ta grabisnin dhe i ka thënë Palços ta lëshojnë, por sipas tij Palço i ka thënë të heshti se nuk do t'i marrë paratë e dakurduara për grabitjen. Më pas tha se Palço e ka vrarë vajzën, ndërsa në fund e ka djegur veturën. Mëtej duke shpjeguar grabitjen e Pançe Zhezhoskit, Manev tregoi se me atë njiheshin sepse ka punuar në shtëpinë e tij, por sa i ka pasur borxh 1.500 euro dhe shtoi se kur kërkoni një pensionist që të mund ta shfrytëzonin veturën, Manev e ka propozuar Pançen. Unë dhe Boro e morëm Pançen, e kemi vendosur në makinë, e kemi dërguar tek gropa të cilën e kishim hapur më herët, duke ja zgjidhur duart që ta vendosim në grop, me qëllim që aty të rrinte derisa të merrnin paratë dhe më pas do të liroheshte. Palço gjuajti drejt tij, unë beta pa fjalë. Manev dha një deklaratë të fuqishme, sa i ka qenë i maltretuar nga inspektor policie, që të thotë se Palço ka komunikuar me babain e Vanjas, Aleksandar Gjurqevskin. Filluan të më rahin fizikisht, të më shkenin me këmbë, që të filloja të flisja. Ju thash unë as nuk e kam dëgjuar dhe as nuk e di se më ka folur Palço. Aty filluan të më rihnin më fort, duke më thënë fol. Thash, kur ata thonë se kanë listë provash, se kanë folur, do të them edhe unë që të pushoj kjo torturë. Aleksandar nuk është involvuar. Prokuroria i tha se kur ka dhënë deklarat para asaj nuk ka pasur mavjosje në përtrup dhe nuk është ankuar se ka qenë i rrahur, por ai u përgjigj se ka qenë i kërcënuar dhe maltretuar gjithkohës, madje edhe në paraburgim.
Kryetari i Kuvendit e caktoi deputetën e Vlenit Imërlie Saliun që të kryesoj seancën e Komisionit Parlamentar për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini. Megjithatë, seanca u ndërprej sapo nisi, ligji Branitellave sërish ishte shkak për bllokimin e punës së këtij komisioni. Kryetari i Kuvendit më në fund gjeti zgjidhje se si të vazhdoj punën e Komisionit Parlamentar për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini. Ai e caktoi deputeten Imërlie Saliun nga radhët e Vlenit që të kryesoj me seancën e sotme të këtij komisioni. Megjithatë, seanca kësaj radhe u ndërprer për shkak të ligjit të Branitellave. Përkatësisht, deputeti LSDM-s Jovanka Trenčevska kërkoi në fillim të seancës që në rendite të futet edhe ligji për Branitella. Kam propozim për plotësim të rendit të ditës, edhe atë, si pikë e parë e rendit të ditës, të shtohet propozim ligji për të drejtat e posaçme të pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Maqedonisë së Veriut, me procedurë të shkurtuar. Megjithatë, Saliu nuk pranoi këtë kërkesë dhe tha se afati i shqyrtimit të këtij propozimi sipas rregullorës ka kaluar. Unë do kisha dashur që ju si Lidhje Social-Demokrate të hiqni dorë nga tendenca juaj për të futur propozim ligjin për Branitella në rend dite, sepse ashtu siç e keni parë gjatë gjithë kohës nuk jeni konsistent në qëndrimet tuaja dhe insistimi juaj realisht më duket i panevojshëm. Për këtë arsye, siç e shoh, unë do e mbill këtu këtë seancë në një afat të pacaktuar. Nga ana tjetër, deputeti i Frontit Evropian Elmi Aziri tha pas përfundimit të seancës se çështja e propozim ligjit të Branitellave ka përfunduar në kohën kur komisionin e udhëhiqte deputetja Ilire Dauti. Domethënë gjithçka ka përfunduar në kohën kur komisionin e udhëhiqte zonja Ilire Dauti dhe gjithë ajo që po shohim tani është një teatër i panevojshëm sa për të bërë zhurmë dhe për të tendencë për të stolis me puplat huaja për cilat ne mendojmë që nuk kemi nevojë as për regji as për teatra të tilla. Autorizimi nga ana e kryetarit të Kuvendit të deputetit tjetër për të udhëhequr deputetes në këtë rast për të udhëhequr Komisionin për Punë Sociale, Demografi dhe Rini ka qenë i panevojshëm spaku nga dimensioni i korrektësisë edhe ndaj kolegis Ilire Dauti, po edhe ndaj Frontit Evropian. Aziri më teshtoi se nuk heqin dorë nga kërkesa e tyre që kryeparlamentarit të thërasë sërish seancën, që të hedhen poshtë konkluzionet e interpelancës dhe ta propozojnë sërish Ilire Dautin për kryetare të komisionit. VMRO DPMN ka kërkuar nga antarët e Këshillit Gjyqësor që të japin dorëheqje pas mosbesimit që u votua të martën në Kuvend. VMRO dhe Vlen kanë akuzuar se antarët e Këshillit Gjyqësor janë të instaluar nga ish-qeveria e kaluar LSDM-BDI. Pasi kalua në Kuvend 5 interpelancat e antarëve të Këshillit Gjyqësor, VMRO tani kërkon dorëheqjen e tyre. Deputeti Antonio Miloshovski përmes një statusi në Facebook thotë se ata persona më nuk kanë legjitimitet demokratik për të punuar dhe për të sjellë vendime, dhe se dorëheqjet e tyre janë hapi vetëm demokratik që e kanë në dispozicion. Ai theksoi se fakti që deputetët e LSDM-s dhe BDI-s nuk votuan për interpelancat tregon se instalimet të kujt janë antarët e Këshillit Gjyqësor. Instalimet e LSDM-s dhe BDI-s në Këshillin Gjyqësor kanë vendosur që zgjidhja më e mirë për ushtrues detyre kryetari Gjykatës Supreme të jetë Xhemail Saiti, gjykatës që ka lidhje të ngushta me udhëheqësinë e BDI-s. Në të njëjtën ditë, për gjykatës në Gosivar është zgjedhur Leonora Jakupi, vajza e ish antarit të Këshillit të Prokurorëve i Xhet Mehmetit. Para vetëm 2 vitesh, bashkëshorti i Leonorës, Ilir Jakupi, ishte zgjedhur prokuror publik në Prokurorinë Themelore Publike në Gosivar. Akuza për kapjen e gjyqësorit nga pushteti i kaluar vjen edhe nga Vlen. Sipas koalicionit, antari i Këshillit Gjyqësor Selim Ademi është i përfshirë në skandale si Target Fortesa, ndërsa miku i tij Enver Bexheti që shpëtoi Sasha Mjallkovin përfundoi në listën e zezë të SBA-ve bashkë me Artan Grubin. Të njëjtët për të cilët të poqan BDI-ja e mbajtën pengë drejtësinë, emëruan kuadro partijake dhe heqtën derisa shqiptarët u përjashtuan me parimin Ogurzi. Me një prokuror më pak shqiptar nuk shkohet në xhenet. Këshilli Gjyqësor dhe i gjithë ai grup që është ende në pozicionin e tij e kanë shkatruar besimin në drejtësi, duke e ulur atë në vetëm 2%. Një ditë më parë, deputetët e VMRO DPMN-s Vlenit, Znamit dhe Levicës votuan për interpelancat e 5 antarëve të Këshillit Gjyqësor.
Kreu i qeverisë nuk pret që të ketë krizë politike në vend, edhe pse është i bindur se do të vazhdojnë ato që i quajti kërcënimet e BDI-s. Mickoski pretendon se BDI ka frikë për kapitalin e saj të fituar kriminalisht dhe dyshimet e bazuara për krimet që kanë ndodhur në vitet e fundit. Kryeministri Ristian Mickoski ka deklaruar se nuk pret krizë politike në prag të zgjedhjeve lokale, por parashikon që kërcënimet nga BDI të vazhdojnë me intensitet të pandërprerë. Siç tha Mickoski, BDI ka frikë për kapitalin e saj të fituar kriminalisht dhe dyshimet e bazuara për krime që kanë ndodhur në vitet e fundit. Nuk janë mësuar të jenë në opozit për një kohë të gjatë. Kur pak janë në opozit, aty ka përgjegjësi dhe të gjitha aktivitete për të cilat ka dyshyme të arsyeshme, që kanë të bëjnë me krimin dhe kriminalet, dalin në sipërfaqe. Ata për këtë kanë frikë. Ata kanë frikë për kapitalin e tyre të fituar kriminalisht dhe për dyshimet e bazuara për krime të ndodhura, sidomos në 2 vitet e fundit, sepse në mënyrë të egër kriminale, me të cilën ndryshuan kodin penal, i dhan vetes amnisti për krimet e kaluara. Dhe për fat të keq, ne nuk mund të bëjmë asgjë për këtë. I pyetur lidhur me skandalin e derivateve, Mickoski tha se Ratko Kapushevski dhe Asmir Jahoski kanë rrezikuar të drejtën e jetës së qytetarëve dhe se kushdo që ka shkelur mbi ligjin do të mbajë përgjegjësi. Mickoski tha se prej që biznismenët akuzohen dhe theksoi se hetimet e mëtejshme do të zbulojnë se çfarë përmbante vetë mazuti. Alianca për shqiptarët e Zjadin Seles kërkon dorëheqjen ose shkarkimin e ish-ministrit për politikë sociale, demografi dhe rini Fatmir Limani pasi atij është refuzuar viza për në SBA. Ashtë vlerëson se qytetarët meritojnë një qeveri që nuk turpëron vendin ndërkombëtarisht, ndërsa ministri Limani ka sqaruar se atij është refuzuar viza pasi ka riadhesuar Ali Ahmetin bashkë me fëmijët dhe shokët e tij me forma dhe mënyra të palejueshme nga ligjet ndërkombëtare. Alianca për shqiptarët e Zjadin Seles kërkon dorëheqje të mënjëhershme të ministrit për politikë sociale, demografi dhe rini, Fatmir Limani, pasi këtij të fundit i është refuzuar viza për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e detyruar të anulojë vizitën zyrtare në OKB në New York. Sipas ASH-s, qeveria duhet të reagojë mënjëherë pasi, siç thonë, kjo është një goditje e rëndë për imazhin e shtetit, një turpë për institucionet dhe një tregues alarmant i diskreditimit të ndërkombëtar të kësaj qeverie. Kërkojmë mënjëherë dorëheqjen ose shkarkimin e Fatmir Limanit. Ky nuk është vetëm një dështim personal i tij, por një njollë e zezë për gjithë qeverinë. Heqtja e kryeministrit dhe partnerëve të tij tregon ose paftësi për të menaxhuar këtë krizë ose frikë për të thënë të vërtetën. Qytetarët meritojnë një qeveri që nuk turpuron vendin ndërkombëtarisht. Ashtë thekson se partnerët e ndërkombëtar duhet ta dinë se ky skandal nuk përfason shqiptarët dhe as vlerat euroatlantike që mbrojnë. Ndërkaq, ministri Fatmir Limani, me anë të një statusi në Facebook, është sqaruar për refuzimin e vizës për në SBA. Arsyeja e pengesës së lëvizjes së lirë është nga fakti që flijova gjithçka për të riadhesuar Ali Ahmetin në vendlindje me forma dhe mënyra të palejueshme nga ligjet ndërkombëtare. Kjo le të shërbejë si rikujtim për gjeneratat pasuese që të jenë të kujdesshëm se cilit i besojnë dhe për çka vetmohohen deri në masën e prangosjes së përjetshme. Ndryshe, refuzimi i vizave nga SBA për disa politikan ka përplasur disa herë koalicionin Vlen dhe BDI-n. Antikorrupsioni ka hapur lëndë për tenderët e Ministrisë së Transformimit Digital, të cilët janë dhënë burrit të sekretarës shtetërore të kësaj ministrie. Vendimin e antikorrupsionit e ka përshëndetur LSDM-ja opozitare, e cila kërkon që prokuroria të veprojë. Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit ka njoftuar se ka hapur lëndë lidhur me akuzat e LSDM-s për keqpërdorim në tenderët në Ministrinë e Transformimit Digital. Të pyetur nga televizioni Shenja, ata thonë se pas raportimeve në media, antikorrupsioni ka hapur lëndë për të përcaktuar nëse ka konflikt interesi. Në lidhje me pyetjen tuaj për tenderët e shpallur nga Ministria për Transformimin Digital, ju njoftojmë se në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit është hapur një lëndë me iniciativë të vetëdijshme, pas një informate në media. Vendimin e antikorrupsionit e ka përshëndetur LSDM-ja opozitare, të cilët thonë se hapi i komisionit është në drejtimin e duhur, por se tani është radha e prokurorisë publike.
Faktet janë të qarta. Kompania e bashkëshortit të Klinçarovës ka fituar 2 tender dhe ministri Andonovski fillimisht ka tentuar ta fshehë e më pas ta arsyetoi këtë situatë skandaloze me arsyetime absurde. Ky nuk është vetëm një konflikt interesi, ky është një rast i qartë korrupsioni. Nga LSDM kanë akuzuar se kompania e udhëhequr nga bashkëshorti i sekretares shtetërore të Ministrisë së Transformimit Digital Gordana Klinçarova ka marrë tender në vlerë prej 50.000 eurosh nga i njëjti institucion. Ndërkaq, sipas ministrit Andonovski, sekretarja shtetërore e kësaj ministrie, Gordana Klinçarova, nuk merr pjesë në asnjë procedurë të prokurimit publik. Ai thotë se angazhimi i saj është në punën administrativo-buxhetore të ministrisë dhe nuk ka konflikt interesi apo ndikim në procedurë nga ana e saj. Në ushtrinë e Maqedonisë së Veriut pritet të parashikohet të pranohen 300 ushtarë të rinj profesionistë si dhe 10 nën oficer. Ministri i mbrojtjes Vlado Misajlovski deklaroi se duan që t'i freskojnë rallat e tyre për të përgatitur kuadro të aftë për të përballur me sfidat e sigurisë në të ardhmen. Ministri i mbrojtjes Vlado Misajlovski njoftoi se është publikuar shpallje publike për pranimin e 300 ushtarëve të rinj profesionist, si dhe shpallje për 10 nën oficer në armatën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa vijon shpallja për pranimin e 60 personave me arsim të lartë në gradën oficer. Ministri shton duke thënë se ata duan që të freskojnë rradhat e tyre për të përgatitur kuadro të aftë për të përballuar sfidat e sigurisë në të ardhmen. Objavен konkursot i si të mladi. Prandaj u bë thirrje të gjithë të rinjëve që e duan vendin që të jenë pjesë e kësaj thirrjeje. Ne duam të freskojmë radhët tona, t'u japim mundësi shumë të rinjëve të jenë pjesë e familjes sonë në NATO. Po ashtu Ministria e Mbrojtjes thekson se po inkurajon veçanërisht vajzat që të aplikojnë për këtë vend pune. Ata thonë se gjatë procesit të punësimit do t'i kushtohet vëmendje përfaqësimit të drejtë të kandidatëve, nga ku paga, sipas shpalljes së publikuar, do të fillojë nga 500 euro plus 200 euro të tjera për shpenzimet e sigurimit të banesave. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e rritur fizikisht të shëndetshëm të Maqedonisë së Veriut, të cilët nuk janë më të moshuar se 25 vjeç. Më pas, Ministria përmes komisioneve të posaçme do të bëjë përzgjedhjen e kandidatëve të cilët kanë aplikuar. NATO ka riafirmuar angazhimin e saj për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, ndërsa sekretari i përgjithshëm Mark Rutte ka përfunduar vizitat në Sarajevo dhe Prishtinë. Kështu u bë e ditur përmes një njoftimi për mediat nga zyra e KFOR-it gjatë vizitës së tij në Sarajevo. Rutte theksoi se NATO mbetet fuqishëm i përkushtuar ndaj stabilitetit të këtij rajoni dhe ndaj sovranitetit, integritetit territorial dhe sigurisë së Bosnjës-Hercegovinës. Marrëveshja e paqes së Daytonit është gur themeli i paqes në këtë vend dhe duhet të respektuar dhe mbështesim zyrën e përfaqësuesit të lartë çdo veprim që cënon Daytonin, rendin kushtetues ose institucionet kombëtare është i papranueshëm, retorika dhe veprimet inflamatore janë të rrezikshme. Ato përbëjnë një kërcënim të drejtë për stabilitetin dhe sigurinë e Bosnjë-Hercegovinës, ka shtuar ai. Po ashtu në Prishtinë, sekretari i përgjithshëm udhëhoqi një vizitë të Këshillit të Atlantikut të Veriut dhe partnerave kontribues të trupave në misionin e KFOR-it të udhëhequr nga NATO dhe ekipin këshillues dhe ndërlidhës të NATO-s. NATO do të vazhdojë të luajë rolin e saj në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe misionin e BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë në rolet tona përkatëse si reagues të sigurisë, tha ai. Zyra e prokurorit të Bosnjë-Hercegovinës i ka lëshuar urdhër policisë për ndalimin e presidentit të Republikës Srpska Milorad Dodik, kryeministrit Radovan Višković dhe kryetarit të parlamentit të këtij entiteti Nenad Stevandić me qëllim që të merren në pyetje. Ata akuzohen se kanë kryer veprën penale të sulmit ndaj rendit kushtetues. Njoftimi vjen në ditën kur autoritetet në Republikën Srpska planifikojnë që entitetin në Bosnjë-Hercegovinë ta përcaktojnë si shtet të popullit sërb, të japin të drejtë për vetvendosje, të krijojnë ushtrinë e vet dhe të heqin Këshillin e Popujve sipas një drafti të ri kushtetues të Republikës Srpska. Këto ndryshime bien ndesh me Kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës. Sipas Kushtetutës së Bosnjës,
Republika Srpska dhe Federata e Bosnjës e Hercegovinës janë entitete që përbëjnë Bosnjën dhe Hercegovinën dhe nuk kanë statusin e një shteti, po ashtu sovraniteti dhe integriteti territorial sipas kushtetutës shtetërore janë të rezervuara vetëm për shtetin e Bosnjës dhe jo për entitetet. TikToki do të mbyllet në Shqipëri brenda datës 13 mars 2025 pas një vendimi të autoriteteve të sigurisë kibernetike. Autoriteti kombëtar për sigurinë kibernetike ka urdhëruar kompanitë e internetit që të ndërmarrin masa për bllokimin e aksesit në aplikacionin TikTok dhe infrastrukturën e tij digjitale në territorin shqiptar. Sipas urdhërit të autoritetit kombëtar do të realizohen veprime të tilla si bllokimi i IP-ve të TikTokut në Shqipëri, bllokimi DNS-s të TikTokut dhe bllokimi server name indication në TikTok, bllokimi i IP-ve të kompanisë ByteDance, pronari TikTokit. Vendimi për mbylljen e TikTokut ka ardhur pas një konsultimi publik të realizuar në dhjetor të 2024 dhe si pasojë e një ngjarje tragjike. Vrasja e 14 vjeçarit Martin Cani nga një bashkëmoshatar i tij për shkak të një sherri të nisur në rrjetet sociale ka nxitur shqetësime të mëdha për sigurinë e përdoruesve të rinj të platformës. Ukraina është gati për paqe, kështu ka deklaruar presidenti Volodymyr Zelenski në përfundim të bisedimeve mes zyrtarëve të SBA-s dhe Ukrainës në Arabi Saudite. Gjithashtu ai ka nënvizuar se Rusia duhet të tregojë nëse është gati të ndalojë luftën apo të vazhdojë atë. Zelenski ka falendëruar ekipin amerikan për bisedimet e suksesshme, ndërsa thotë se propozimi 30 ditor janë pushimit mbulon vijën e frontit jo vetëm ajrin dhe detin. Pas më shumë se 8 orësh e negociatash me zyrtarët Ukrainës në Xheda të Arabi Saudite të martën, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka thënë se SBA-ja tani do të çojë ofertën e nënshkruar bashkarisht në Rusi dhe se topi tani është në anën e Moskës. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të heqin mënjëherë pauzën për shkëmbimin e inteligjencës dhe do të rifillojnë ndihmën e sigurisë për Ukrainën. Në deklaratën e përbashkët të së martës, të dy vendet kanë thënë se kanë rënë dakord të përfundojnë sa më shpejt jetë e mundur një marrëveshje gjithëpërfshirëse për zhvillimin e burimeve minerale kritike të Ukrainës. Rreth 190 pengje janë liruar dhe 30 militantë janë vrarë gjatë një operacioni të sigurisë që vazhdon për lirimin e pasagjerëve të mbajtur peng pas një sulmi në një tren në provincën jugperëndimore të Pakistanit. Militantët besnik të ushtrisë lirimtare të Bolochistanit pretenduan se kanë marrë peng rreth 214 pasagjerë pasi sulmuan një tren në një zonë kadrinore të rrethit të largët Bolan. Forcat e sigurisë thanë se kanë liruar 190 pengje përfshirë gra dhe fëmijë, ndërsa një operacion për lirimin e pasagjerëve të mbetur akoma po zhvillohet. Raportet të pakonfirmuara thanë se të paktën 10 pasagjerë përfshirë shoferin e trenit janë vrarë në prit, nuk ishte asnjë fjalë zyrtare për viktima. Militantët e armatosur të Blas hodhën në erë një linje hekurullore dhe rrëmbyen trenin Jafar Express me 400 deri në 500 pasagjerë. Sipas burimeve të sigurisë, disa militantë të veshur me xhaketa të mbushura me eksploziv kanë zënë pozicionin e pranë pengjeve. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.